E akuzojnë se është burr, nis gjyqi për lajme të rreme kundër Brigitte Macron. Në gjykatën penale të Parisit ka nisur procesi gjyqësor kundër 10 personave të akuzuar për ngacmim kibernetik ndaj Brigitte Macron, bashkëshorte së presidentit francez Emmanuel Macron. Rasti lidhet me një lajm të rrem ndërkombëtar i cili pretendonte se zonja e parë e Francës ishte në fakt burr. Në bankën e të akuzuarve ndodhen 8 burra dhe 2 gra të moshave nga 41 dhe 60 vjeç, mes tyre zyrtar lokal, pronar galeri artesh, mësues dhe profesionist të IT-s. Sipas zyrës prokurorit Parisit, ata akuzohen për postimi dhe shpërndarje në rrjetet sociale të fotomontazheve, fyerjeve dhe komenteve për gjinin, seksualitetin dhe diferencën në moshë të çiftit presidencial. Brigitte Macron nuk ishte e pranishme në seancë, por kallëzimi i saj në 27 gusht 2024 çoi në disa valë arrestimesh në dhjetor 2024 dhe shkurt 2025. Por si nisi fushata e ngacmimit? Hetimet zbuluan se disa prej të akuzuarve ishin aktiv në rrjetet sociale me postime që arrinin 10 mijëra shikime. Amandine Roy, një autore dhe mediume 51 vjeçare, dyshohet si nxitësja kryesore pasi në vitin 2021 publikoi një video 4 orëshe në YouTube që përhapte thashë themet. Një tjetër figurë e përfshirë, Aurelien Poirson Altan, pasi llogaria e saj në platformën X u pezullua pasi u lidh me disa hetime për shpifje, teoritë e konspiracionit që s'kan të sosur. Për vite me radhë, çifti Macron është bërë objekti i teorive të rreme, të cilat pretendojnë se Brigitte është në të vërtetë vëlla i saj që ka ndryshuar gjini. Kjo teori e përgënjeshtruar vazhdimisht ka qarkulluar gjerësisht në platforma sociale dhe është shndruar në një nga rastet më të rënda të shpifjeve ndaj një figure publike në Francë. Procesi dhe pasojat ligjore. Gjyqi 2 ditor në Paris vjen pas një tjetër padije që çifti Macron ngriti në korrik në Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndaj influencueses konservatore Candace Owens, duke e kërkuar dëmshpërblim të konsiderueshëm në rast se ajo vazhdon pretendimet. Vendimi për rastin aktual në Francë pritet në një datë më vonshme. Më herët, në shtator 2024, Brigitte dhe vllai i saj kishin fituar një padi për shpifje ndaj Owens dhe një tjetër gruaje, të cilat u dënuan me gjoba dhe dëmshpërblim, por vendimi u rrëzua nga një gjykat apeli duke i detyruar palët ta çojnë çështjen në gjykatën e lartë franceze. Brigitte dhe Emmanuel Macron të martuar që nga 2007 u njohën në shkollë kur ajo ishte mësuese dhe ai nxënës. Zonja e parë, 24 vite më e madhe se presidenti, është shpesh në qendër të vëmendjes për diferencën në moshë, por çifti mbetet i pandarë që prej ditës së parë, pavarësisht fushatave të vazhdueshme të shpifjeve dhe teorive të konspiracionit që i rrethojnë.